Mirë se vini në episodin e radhës të Rituals Podcast. Sot e kam një të ftuar shumë të veçantë, quhet Erik Birko dhe e keni pa me thënien profesori i lagjës. Pse ka kaq shumë dezinformim për shëndetin sot? Erik. Përshëndetje. Disinformim, ke shumë burime. Dhe kur personat kanë akses tek ato burime, nuk dinë çfarë zgjedhin. Edhe ai normalisht që ka akses për të shpërndarë informacionin, gjithashtu nuk kontrollon vetë nëse çfarë flet, mundësisht mund të ketë gjetë një informacion në internet që i duket interesant ose që njerëzit e dëgjojnë edhe e shpërndan. Me thënë shumë e thjeshtë. Fast food, fast info. A ka të bëjë edhe me faktin që njerëzit në këto raste bojnë deklarata të mëdhaja që tingëllojnë logjikshëm për njerëzit që janë laik të fushës, edhe mandej e prekin diko në një mizmazveshja, në një mungesë të vetbesimit, në një frikë që personat e kanë, edhe mandej shumë a lehtë besojnë që ato se sa diçka që tingëllon shumë e bajatshme kështu, nuk ka ndaj farë. Nuk është qatë senzacionale sa diçka senzacionale që thuhet prej do njerëzve në industrinë tonë. Po, industria ka gjithmonë këtë problem që të kesh durime dhe të bësh më të mirën tënde, gjithmonë vjen pas asaj që sapo the zbukurimit të informacionit. Sepse për dikë i cili mund të jetë edhe më i madh në moshë, edhe mund mos jetë mësuar të stërvitet ose të ketë aktivitet fizik, do i duket shumë e bukur ai mashtrimi që ti për një kohë shumë të shkurtër do arrish rezultatin që ti do, pa u lodhur. Pra kur ti thu pa u lodhur, automatikisht ai thot, "Ok, jam te rehatia ime, nuk dal dot nga ajo safe box që i kam krijuar vetes." Edhe mendoj aty është dhe si një lloj marketingu, se shumica që duan në këtë moment, në 2026-ën, të bëjnë atë bamin, atë big explosion që tjetri thot, "Wow, ç'a ndodhi?" Gjithmonë dalin me këto fjalë të mëdha që për kaq kohë do bësh këtë ose vish këtë që të kesh. Domethënë çdo gjë relativisht e shkurtër, kur unë e ti e dim që për të patur rezultat, do shumë punë. Po, është edhe ajo fjalia e famshme, ata nuk të thojnë që. Po, me të bëmë të besu që te nuk e kini informacion shumë sekret që e kanë këta tjerë që e kanë zbulu. Po pra, gjithmonë ajo që them dhe unë që është ai informacion që industria e shëndetësisë do me ta mshehur ty, edhe ata e marrin aty në një kuti, edhe e shpërndajnë njëri tjetrin. Mundësisht mendoj edhe të bëjnë të ndihesh si i veçantë. Po që ajo është që ndihesh i veçantë e ti thua, "Ok, unë di diçka, jam më i mirë se ky tjetri." Po. Të vjen edhe në atë krahasimin që faktikisht nuk duhet ndodhi kurrë. Po, edhe je moralisht pak më lart, edhe je pjesë e një pakice që është enlightened. I kanë qelë sytë. Po, absolutisht. Edhe e forta është zakonisht kur shiko këta persona të shpërndajnë informacionin, realisht i shef që flasën sikur janë më lart se ti. Pastaj kur del dikush të punojë ato punë ime që i përballet çik me realitetin, edhe i thotë se nuk është ashtu, po është kështu. Do thonë druri është dru, përpiqu bëj metal, s'ka për të bë. Pse jo kështu po më than. Edhe unë gjithmonë vdes, të qeshur me ato postimet në Instagram që bëjnë me AI. Një doktor në Gjermani thot këtë. Edhe unë gjithmonë, kush është ky doktor i famshëm në Gjermani? Vjem. Po, është interesant, e mirë që e përmendën që ata tjertë mendojnë, ata ndjehen më lart se sa të tjerët. E njerëzit që i dëgjojnë nuk e vrejnë qëtë fakt, nuk e vrejnë qëtë narcisizmin e mshehur të atyne, dhe në momentin që dikush si te ose one, dalë edhe fol drejt, që më të tregon faktet shkencore, ose e tregon pse që kjo gjë nuk ka sens, edhe e stimulon njerëzimin me bo mendim kritik, atyne ne i dukem arrogant, ne i dukem që ashtu të këqie që po mendojmë që jemi ma të mirë se tjertë. Kurse në fakt ne jemi të mundu me i qitë njerëzit pak ma për toke edhe me thonë që të lutë mos flutura, mos u bë deluziv, që ku janë gjërat po i hapim të gjitha dhe po i qesim në tavolin, edhe shikoj faktet vetë, mendo ti vetë, mos e le dikon me të kallëzu ty qorazi se qysh është, se çka është e vërteta. Kurse mashtrohen lehtësisht prej që atyne, që me thonë narcisistëve spiritual, shkencor që japin fakte, tepër, japin fakte, japin fjallë. Spiritual është deka që më bën se qeshuri, edhe më bën me nerva më tepër nga gjithë, se çfarë janë këta pseudoscience që ne themi. Sepse do të them një
kështu histori personale, kushuriri im ka pas 10 vjet kancer. Mm. Edhe normalisht çdo person që ka provuar çdo gjë, ju mush mendja në një nga këta shamanët, me fara ti do shpëtosh veten. Edhe u bua aq keq, pra aq kohë sa i përdori, sa vërtet i tha doktori në mënyrë konfidenciale, tha, dëgjoj, maksimum ke 2 muaj jetë. O hiq dorë nga këto budalliqe që po bën, edhe hajde fillo kemiot, për ndryshe nuk e shpëtim. Tani është baba me 2 kalama dhe është i pastër. Du me dal, kur unë e kam pa me sytë e mi, që ky informacion i gabuar, sepse ç'a bëjnë? Këta kapen, te ajo që thash, kapen tek shpresa e tjetrit për të ndryshuar, për të shpëtuar, Po. edhe të thonë unë e bëj. Jo ka 5%, 10%, po këta ta bëjnë 100%, 120%. Edhe kur ti merr një garanci aq të madhe, normalisht, okay, do i provoj. Plus kur dalin dha këta që ose marrin në lek ose janë familjar që thonë e kam provuar dhe unë janë gjithandej. Tani edhe me AI-n, që japin këto përvojat e tyre gjoja personale që ka funksionuar, tjetri përshkohet më kollaj. Pra unë gjithmonë filloj dhe them, tani kthehemi te puna jon. Për një person që është obez. Sa kohë të është dashur që të bësh obez? Je bërë mrena orës, javës, jo, ti janë dashur vite. Ti që të bësh ato stresat dhjamore mund të ndashur 3-4 vjet. Si pretendon ti me logjik mrena një jave të humbasësh 30% asaj peshe që ke shtuar? Përveç që nuk je vetëm ti, nuk është që ti je vetëm fajtor, shumë herë është bartja e materialit gjenetik që ka mri deri te ti se ki predispozita për me qenë obez. Dhe me thonë, nuk je vetëm ti, vitet e tuja, po është edhe paraardhësit e tu po. që kanë luftu me ata, edhe ti duhesh me ndryshu qatë gjeni cili qënë drejt qasaj. Po shumë mire për mene pseudoscience, që ta më do këtë nuk përmendet balë kjo fjallë të na, pseudoshkenca. A e di na thu të na se qa do me thonë pseudoshkenca dhe dalimi mes pseudoshkencës edhe shkencës, sepse mendoj që me u informu njerëzit pak ma shumë për dalimin mes këtyne dyjave, besoj që që aty kështë me fillu bile pak nashta kemi shpresë për një mendim kritik nga audienca. Po ne në Shqipëri, edhe në Kosovë, nuk e din Kosova shumë, po Shqipëri do të flasë me garanci, kemi dhe një problem. Kemi dhe ata shkencëtarët që nuk e di ma e shkencëtar. Po da thëmë nga profesion jam një person i cili lind rrit në Europë. Pra unë në Itali, për shumë që kemi një nga sistemet më të mira sanitare në botë, në Europë po jardësh top 3, mos gaboj, kur shkoj në spitale, di që ai që kam përballë është bë doktor me merit. Në Shqipëri ti nuk e di asgjë, sepse një doktor vetëm se do shesi një produkt, ty të hedh poshtë që gjithë logjikën biologjike, fiziologjike, çdo gjë. Do të thonë ti përballesh me një person që thua, "Ok, ky është profesionist, por sillet si." Po, profesori Lagjës. E që shka fillu që keme profesorin e Lagjës, që po mënaj garante keme nuk shto, se unë e thamë, të na, për shembull, shpesh njerëzit kur dojnë me ta kallëzu një fakt, thojnë, tezja jame, hala jame, një këshqika jame, një shoqe jame, një shoqe, që të kallëzu. Ka nis nga prindit e mi. Aha, okej. Sepse, atyre nuk ja them me ofe, sepse i kam gjanë. Pasaj, mami me babin, normalisht, sepse kanë dëgjuar, janë edhe më të vjetër, shumë bëra di një video për ujin e ftohtë sepse mami më ka lodhur ujë i ftohtë do të bëj keq, nuk është nëse ti e përballonin e ftohtë pije, nëse nuk e përballon mos e pi. Po. Edhe do të thënë po janë shumë situata të tilla. Edhe unë thash okay. Çdo lagjë ka një profesor të tillë i cili flet budalliqe. Edhe më doli ashtu. Shumë mirë. Nuk është për të ofenduar, tani është bërë më tepër për të kritikuar, sepse unë them, nëse unë t'jap një informacion, ti ka shumë persona që japin informacione të sakta. Por vëlla, nuk di, dëgjoj, mëso, filloj jep ti shpërndaj informacione saktë. Po normal. Po duhemi me e ditë se çush me filtru informacionin, sa çaj është sfida më e madhe se interneti ka edhe të mirat e të këqijat e keqja është çaja që të gjithë kena drejt me kap kamerën dhe me dal me fol, edhe të gjithë jena tu e dëgju dikën qa po flet. Edhe kur dikush nuk është në një fushë të caktuar, edhe ka nevojë për informacion, për shembull nëse unë ndëgjoj dikën të fol për inxhinieri ose arkitekturë, ose s'po di për ligj, ndoshta unë s'kam e ditë hiç me filtru qatë informacion. Kam e marrë qato të parin që po më duket i mirë, nëse e dëgjoj ndoshta një dikon tjetër që është më i saktë se çaj person që po fol,
çaj tjetri duhet më ndihmu me e ditë pse është ky gabim. Tash na sot kena me fol për çeta. Kena me caktu, kena me ndihmu njerëzve me kuptu qysh e dallojmë na dikon që është scammer. Faktikisht është të fol diçka që nuk është. Duke shpresuar që nuk do sulmojnë ne, sepse ndodhet edhe ai Po, paradoks. patjetër kanë me na sulmu. Unë për shembull Do dhe i jam sulmu shumë edhe gjithmonë sulmi është tepër personal. Për shembull, personal në atë formë që të sulmojnë ty në karakter, edhe që ti po mendon se je mendje madhe, që i din të gjitha, që i gjithdijshme, që i arrogante, kështu. Bile edhe me një epizod podcastit e lexova një koment tha Rita si gjithmonë arrogante. Unë veç bëj pyetje, I don't know what I'm doing. Po domethënë është një farë Besoj konfidenca i duket arrogancë, shumë vetave. Po, konfidenca po gjithashtu edhe fakti që kur dikush nuk është mashtrues, nuk ka nevojë me vendos një mask ku është too kind. Domethënë ku është tepër i këndshëm edhe shumë i buzëqeshun edhe shumë kështu ç'më thon që i lemon njerëzit. Që real. Unë jam shumë dakord me ty, sepse unë nuk e kam hasur këtë, sepse në Shqipëri feedbacku edhe këtu duhet falenderoj ata që më ndjekin rreth parë. Po. Sepse janë një komunitet shumë pozitiv. Edhe dëgjojnë me vëmendje dhe pyesin. Por ata që më kanë sulmuar, mua nuk më kanë sulmuar fare te kjo pjesë, sepse s'ka ku të kapin, se mundësisht shkojnë kontrollojnë gjitha faktet, dalin ato që flasun. Një ç'është ndjena dhënë për gjërat e mia, po. Ku kapet, do kapet e vathët. Do kapet ku diun të njimit budalliqe dhe unë as nuk i ve. E di çfarë, shohësh sa njerëz bëj blog, shohë koment blog off. S'më duan ato njerëz. Trafik. Ose ta prish reach, dush miliona. Fare, sepse tani të them drejtën, më mirë të më ndjekin ata pak e saktë sa në 100 ndjekës 70 më shajnë dhe nuk më duan sepse më lodhin kot. Po. Por du me dalë te pjesa tjetër që si ti dallojmë këta që flasin edhe thonë gjërat e gabuara. Çuçi dallojmë për shembull për 30 sekonda dikon që është to bullshit. Unë edhe ti e kapim mundësisht të 10 sekondë që parë. E vërtet. As sepse dim ato që flasim. Unë për shembull në fusha që nuk marr vesh, nuk futem. Edhe për shembull më thon fol për nutricionin e avancuar. Si jam nutricionist, s'do flas. Bazën e kam bën në shkollë, jam perfekt aty, por më tepër nuk shkoj. Ti je më lart sepse ti je doktoresh, kështu që. Por kur tani më vjen një person edhe më flet unë të them gjithmonë, kur ti thu me 100% gjërat kanë rezultat ose kur, ke kuptuar që mrena 20 sekondash, ai person do flasi mundësi gjëra kot. E vërtet, do me thonë absolutizmi. Absolutizmi. Kur ti fillon, edhe është një shumë i famshëm në Shqipëri, nuk t'ja përmend emrin, por nuk e kisha inat, tani e kam inat, për vetëm i fakt se ai thot gjithmonë kur ose gjithmonë. Nuk do të psosh kur në darkë nëse konsumon makarona. What? Po. Nuk do, nuk do bësh kur këtë gjë nëse konsumon këtë. Në çfarë baze shkencore ti po flet këtë gjë që po flet? Po, edhe është e rëndësishme me u ditë që asnjëherë asnjë sferë e jetës nuk funksionon me absolutizëm. Për çata shkenca vazhdimisht vazhdon, ulumton, ndoshta shkenca nuk është perfekte, po s'pako është e sinqertë. Do të thotë deri tani e kemi studiu qëta dhe kemi ardhur në çet përfundim. Kjo është e prirë për mu ndryshu. Po të shohësh dhe analizat kur bëhen shumë shkencore, nëse futesh po te PubMed apo ku diun, gjithmonë në fund ato që janë më serioze thonë to be evaluated on further examinations or reviews. Pra gjithmonë linjë hapësirë që kjo ka dalë tani. Kreatina për shembull, ne nuk e dishim deri para 3-4 vitesh që të bën mirë tani tek pjesa kognitive. Po. Së fundmi kanë filluar ta studiojnë dhe aty. Është absolute? Jo. Por e dim që deri diku po të ndihmon. Po, normal. Edhe çdo send që ekziston në këtë jetë, që ka të bëjë që studiohet për shkencës, është e prirë për mu ndryshu. Të them një shumë magjike që ka dalë një valgjën të pres? Berberina. Po tash të gjithë pyesin për ta, e di në kjo ne u bë sold out në një periudhë në Shqipëri, në farmaci. Po, edhe këto po. Okej, has a hype. E dim që berberina vërtet ndihmon. Por përqindja është vogël. Plus fibrat. Nëse ti konsumon çfarë do lloj fibre, ta kombinosh me një protein, do të ngopi. Por ti nuk mund të ush berberina, më ka bërë mu të bi 20 kg. Po, çështot. Ose edhe çështja e L-karnitinës. Unë s'di që është në Shqipëri, hala është të na. L-karnitina nuk kam thënë ti them njerëzve, nëse e merr sepse ty të bën efekt placebo, se është dhe i faktor. Po. Placebo funksionon. Që është i rëndësishëm shumë, po. Nëse me efekt placebo që ti ke, mendon se do dobson. Por jo L-karnitina.
mundësisht ky këtu. Po, që kjo është tash e dyta, që nashta është e rëndësishme me cek, është kur dikush jep kur universale, do me thonë shërim ose zgjidhje universale. Edhe me një herë fillon me ta shit qatë produkt. Që nesër mas nesër të është adhon edhe ti këna me shit diçka. S'do me thonë që tash në basë që asajna me thonë qërë edhe këta kam fillu me shit. Por unë mendoj që sa ma ndoshta me ja thjeshtësu njerëzve, sa ma e bajatshme dhe jo është informata, aq ma reale është, aq ma shumë është në përputhshmëri me shkencën dhe me ato se çka të ndihmon, vërtet, dhe nuk është një gënjeshtër senzacionale e momentit që ta jep ndoshta një zgjidhje për një muaj, dy javë, edhe pastaj prap kthehesh në lupin e njëjtë. Si për çështjen e humbjes peshës e këtyre gjithashtu edhe çështjeve tjera shëndetësore. Aty futemi te dietat ekstreme. Për shembull, një shembull, ose te produktet që këta ke nutricionista që në vend që ty nutricionista i thonë që ty në vend që të bëjnë regjimin ushqimor, fillon direkt do marrësh këtë domethënë të bëjnë aty një paketim me suplemente që ty nuk të duhen. Nëse ti ushqesh si duhet edhe ke regjimin aty ku duhet, drastik mund të jetë një dietë për një periudhë të shkurtër, që ti mund të jesh në një rrezik shumë të madh ose po garon. Po, normal. E kam thënë dhe shpesh, unë kam qenë boksier. Që të kapi atë minus gjys kile, flasëm për shumë pak, kam bërë dehidratim, s'kam pi ujë para për shumë peshimit, kam bërë sprinte, kam për të djegë çdo gjë që të mund të jemi thatë për peshorën, po ajo është 3 javë, 2 javë, 1 javë. Po dhe kjo është një informatë që s'ka nevojë me rrjedh të populata e gjerë. Do me thonë është diçka që hin brenda komunitetit të atletëve, të sportistave. Plus ajo, po edhe fakti, për shumë unë e ti jemi mashkull, femër, kemi metabolizëm ndryshe, gjatësi ndryshe, moshë ndryshe, trupi im ka hormonet, luhatit i ka ndryshe nga joti, unë kam më tepër testosteron, ti estrogen, etj. Jemi persona të ndryshëm, edhe del tjetri thotë, kjo do të bëj të dobësohesh edhe ty, edhe mu. Edhe them, si ka mundësi? Unë bëj luftë që një klient i më bjeri 2 kg mas dhe amori, sepse tani çfarë bën edhe këta? Më fal që ndërpres. Këta të fusin në një cikël dhe thonë, do bish nga pesha. Dakord. Por do bish mas dhe amore. Aty do fusim dhe ujin, edhe muskulin. Po ujin kryesisht, edhe muskulin kryesisht, sepse unë për shembull të premteve i kam konsultat ku njerëzit vinë dhe konsultohen për gjëra të ndryshme, edhe shumë të premte, përfundoj shumë nervoz, edhe sidomos që të premte, sepse edhe prekëm të qysh emocionalisht hala prej rasteve të tilla, sepse vinë njerëzit prej shumë ekspertave të tillë, që kanë bërë dieta për shembull 3 javë, edhe veç kanë pi sup ose çajra, diuretik, kanë shku në banjo çdo një diuretik, 1 orë, 2 orë. Mjalta me kështu full loaded me fibra që me shku njerëzit në banjo 25 herë në ditë. Po. Edhe janë dëmtu psiqikisht. Çto është problemi? Sepse kanë zhvillu çrregullimet e ushqyerjes. Do me thonë mentalisht janë të humbur se s'din tash kanë frikën nga ushqimi, kanë zhvillu frikën nga ushqimi. Nervozave se kanë. Edhe mandej kanë edhe binge eating disorders, do me thonë binge purging, i fusin gishtat për me vjell. Do me thonë e qohën natën, kanë kriza që hajnë natën. Janë komplet kanë kësi body dysmorphia. Kretë këto që vynë tash shumë kohë për me i shëru. Do me thonë, kena është problem serioz. Edhe këta njerëz nuk janë të e ditë për që ata është tepër rrezikshme. Çka është ka ndodhë në këtë botën e njerëzve të cilat faktikisht janë të dashur me bën ndryshime në shëndetin ose trupin e tyre, edhe këta manipulantët po e marrin frikën edhe nevojat e tyre akute, po i shfrytëzojnë për biznes. Dhe njerëzit nuk e dinë se me çfarë pasoja vjen ajo. Për shembull që përmendë çështën e kancerit, mas shumë t'i goditën njerëzit që aty. Për shembull Steve Jobs i ka dek për çështën e budallakinave. Den veç pak me hime lexu historinë e den. Edhe prap njerëzit janë në gjendje me lujt me shëndetën deri në çat nivel. Unë vazhdoj të them gjithmonë se e përmendë shumë mirë pjesa e trurit, sa e rëndësishme është psikologjia. Po. Sepse njëna pyetje që më bëhet shumë shpesh është okay, çfarë të bëj unë që mos të stresohem? E para punës, si mund të pretendosh mos të stresohesh kur ty çdo kënaqësi të vogël që ke në jetë ta heqin me se s'bën.
Pra, unë them gjithmonë, edhe Po. do vazhdoj ta them gjithmonë. Unë jam te ligji, mase ti mund të mos jesh dakord, unë e kam kështu parimin. 80-20%. Po njëjtë e kam e dhënë. Pra, nëse ti konsumon 80% makro, mikro, protein, yndyrnat, fibrat, i merr siç duhet, karbohidratet, atë 20% që të mbetet në javë, konsumo më atë ëmbëlsirën që do. Socializo, sepse këta çfarë bën duke të imponuar këtë stilin e jetesës që ti nuk e do, ti fillon edhe nuk del me shokët e tu, sepse jo, kam për të bë këto gjëra, sepse du të bi nga pesha, sepse ti e di që po dole, do kesh atë frikën mos të konsumosh një ushqim më tepër dhe majtas dhe djathtas. Po e dim se e bojnë këto, sepse është shumë e vështirë me i menaxhu njerëzit, unë e kam pa. Do me thonë kjo është rruga më e vështirë kur je i sinqert. Është shumë e vështirë me i menaxhu njerëzit kur te ja thu nuk ka se nuk bëhet viral kërkosh të thonë dil ec, ha gjithçka, edhe veç kontrolloje porcionin. A den as nuk diçush ti mundesh sa dush me ja thonë njerëzve që ata thonë okej. Po pra sepse dalim si kështu si njerëz me pretendime të mëdha. Domethënë, unë edhe ti, nëse flasim realitetin, janë pretendime të mëdha. Po. Edhe i zbukurojmë gjërat. Unë e zbukuroj gjën që them, jetos një njeri normal, servitu, ushqiu aq sa duhet, jo sa të duash. Por si të duash, domethënë, aq sa duhet, si të duash. Edhe këta marrin këtë fjalin thonë, ta thon ha sa dush. Jo, po them kot. E filtron që shko qef. Unë po them ti servitu, bëj gjitha hapat e sakta, se tani të flasëm dhe sinqerisht. Ajo një orë që ti shkon palestër, po të shkosh 12 herë në muaj në palestër, janë 12 orë. Po 12 orë në muaj janë shumë pak, në gjysmë dite. Po. Në muaj. Pra ti i thu vetes tim, ajo është shumë e vështirë, shkosh në një orë, çdo 3 ditë në palestër, por që ka shumë e thjeshtë, të ushqesh ku di unë, me 3 molla, e ka bë dhe gruaja ime këtë dikur. Sepse ka qenë në fazë, psikopatie. Hate, moll, mjes, drek, dark, e stërvit 2 herë në ditë. Po s'ke lëkur. Po e thatë, pa muskull, pa asgjë. Po, veç, hajde ajo, po mandena comeback është shumë e keqe. Qa ndodh pasojat janë shumë të qia. Comebacku, zakonisht e di shumë mirë, kur një person kur një person në mënyrë drastike bie nga pesha, do vi gjithmonë ai momenti, është garantuar që do thotë, këtu mund të them do vi, se është garantuar. Po. U lodha, edhe atë peshë kishte se do filloj të bëj binge eating, do hajde më tepër se ç'duhet. E fiton 2 fesh. Po, gjithmonë. Po, është shumë vështirë me e shit këtë story. Për shembull edhe te puna e dietë, në përgjithësi çdo dietë. Unë e kam pa njerëzit kanë nevojë me thonë unë kam e nis prej nesër diçka. Edhe çaja diçka, nëse është ka pak me ndryshu, si dal ball. Shumë njerëz kanë nevojë me bëu diçka shumë ekstreme, që mi kallëzu trunit vet që unë prej këtij momenti e kam bënë ndryshim drastik, edhe çto kam e majt, edhe mendojnë që gjithçka është luftë me karakterin e vet, duhet me marrë vesh krejt për rreth që çaj person është të bëj çata, ajo zgjat 3 javë, për shembull një dietë ekstreme zgjat 3 javë, maksimumi ajo dikush që është shumë i fortë. Edhe mandej krejt që ajo kompenzohet për dikon ndoshta 1 javë, e cila çdo kalori që ka mungu është kompenzu 3-4 herë më shumë, sepse trupi është në gjendje mbijetese. Ta them kështu, babzi, pastaj kthehet në babzi. Ta them në mënyrë shumë popullore. Sepse e kam pa me sytë mi, edhe mbi të gjitha, se unë e dita një flasim dalim se kur jemi atë regjimin më perfekt që ekziston. Unë në këtë moment, prej kohës që s'kam, regjimi im është katastrofë. Por nuk e vras mendjen, sepse e di shumë mirë që, qa po prish në këto 2 javë, do kem 1 muaj për ta rikthy aty ku duhet. Jo, po në përgjithësi duhesh s'ki nevojë më brengos çka s'ki bonja 1 muaj a 2 gjatë vitit, brengosu çka ki bëj çata 10 tjerë. Për shembull, unë si më thonë çto 2 javë nuk jam servit fare, domethënë s'kam ushtru hiç. Edhe pse ashtu është bo puna, s'kom mujt. Po ke dhe nevojë, sepse edhe ne kemi nevojë të qetësojmë pak. Po, edhe mandej tash rikthena unë sepse e di që sipas disiplinës është e nevojshme, akoma motivim s'kam. A duhet me bo. Doli Haaland, e ke pa Haaland që ka thënë? Për cilën pjesë? Doli një video shumë e bukur që kishte folë ishte tek po, do I want to do this? No. Po e kam pa. Should I do this? Yes. Why? Sepse më bën mirë me trupin. Pra, edhe unë për shkakun ka sa ditë që jo motivim, por më kap më lën kravatër ditën. Thjesht çojmë sepse them, duhet bëj diçka për veten time që të ndihem mirë pastaj. Po edhe që mundimi. Unë s'kam pa kur dikë të thotë
Kam parë gjithë kënd edhe vetën të thot, pse po shkojmë palestër, s'kam parë asnjë të përfundisë vitën thot, pse erdha. Gjithmonë bëra sa mirë bëra që erdha. Ne janë zora vetes. Cilat kishin me thonë që janë do red flags, do sene kështu që janë shumë alarmante kur dikush i thatë. Për shembull, për mu, është dikush kur i përmend mjekët nuk duan ta dini. Po, mjekët po. Ose kur përmendet për shembull, industria e Big Pharma nuk don që ju ta dini. Ose detoxi nga parazitët. Ose detoxin përgjithësi. Ato lëngjet magjike që ty të pastrojnë 24 orë. Ndërkohë mëlqia shket edhe veshkat, aty po ne çapojmë. Ose ajo gjalpa në kafe për shembull. Bulletproof coffee. Mirë. Halo po ekzistoj kjo. Dgjoj, pse vaj famshëm me limon në mëngjes, që është bërë super trend? Ajo mo është. Po për ato kena ful në Ai është bërë super trend edhe fortash, kur vin njerëz edhe më thonë, "Më bën mirë të zemra ti do dobësohesh." Po e nis ditën by default me plus 140 kalori kot. Po, Se po, të më thënë, një lug ka rreth 140. Po mandej Shtoj 2-3 lug ti, një shot aty ke pothuajse 200 kalori. Po mandej ki këta që thonë që është e shëndetshme. Për çka? Po. Vaj është shëndetshëm nëse ti hedh e konsumon siç duhet, po tani po në sallatë. Si uthulla, gjithashtu. Un kam aq shumë që kanë folur gjithë këto muaj, por më alarmante personalisht është kur të thon me domosdoshmëri, që ta thon kështu me të prerë, ushqeu në mëngjes. Kush e tha që është e detyrueshme të ushqesh në mëngjes? Po edhe ajo kundërta mos ha Ose dark. mos ha në dark. Iku kjo. E dyta, 5 kg për një javë me këtë produktin magjik. Ndërkohë, unë për shkakun si trajner personal ose ti si trajner, mjeke etj, i dukesh e shtrenjtë, edhe unë i dukem i shtrenjtë. Marrin atë paketën, e cila ka kushton ku diun 100-120 euro, ka dhe tjera më të shtrenjta që i zjat asnjë muaj dhe s'ka as efekt. Sa hajt mos e ti kishin në efekt. Ç'a bëjnë tani këto? E kanë kuptuar situatën sepse kemi dalë tani duke i sharë, edhe të vëjnë ato produktet, edhe plus një regjim ushqimor me 1000-1200 kalori. E kanë pa. Po. E kanë ardhur dorë. Po. Edhe tani ti po vuan si drejt që të ushqesh, po bie 1000-1200 kalori. Domethënë po ushqesh me 1200 kalori që është crazy low. Edhe normalisht do bish nga pesha. Po do kesh edhe ato efektin diuretik, do humbas dhe masë muskulare, dhe ujë, dhe dhjam gjithë bashkë. Rash nga pesha masi muj kam rënë 3 kg kat. Nuk e rëng dhjam, sepse objektiva jote është dhjam, edhe unë gjithmonë ngelem të i thënë. Po, objektiva jote është bish në masa dhjamore, jo në pesh. Edhe e fundit, kur të dalin me produkte si puna korses, të cilat e dim që 1900 janë hequr në përdorimi sepse të deformojnë, dhe shkrijon probleme të shmletka, të mëlqia, të mushkrit, të zorët, më thënë gjithandej, sepse të shtypin, edhe nëse shef mënyra si deformoheshin gratë atëherë është shumë keq. Edhe i shiten këto produkte gocave të vogla. E të mërshme bre. Sepse gocat e vogla janë unë gjithmonë them, mosha 15-25 edhe over 45. Po, janë problematike. Jo problematike se kanë ato një problematike sepse ose nuk dinë edhe thonë që unë e ti, jemi dinozaura, ne dhe s'marim vesh, se ka hecur bota përpara. Po. Ose ato më të mëdha që siç po thosh, nuk kanë dëshirë të. Po lakmojnë shumë se kanë një farë dhimbje të dikon. Nëse aty ndikojnë dhe influencerat shumë, Po, shumë. E tash, a kanë përgjegjësi morale influencerët për çfarë folen? Çfarë mendon? Para punës, përgjegjësi kanë, moral s'kan. Se përgjithësi unë edhe ti kur flasim, drop the mic. Kur unë e ti kur flasim, unë për shumë gjithmonë e them, flas për të mirën e dikujt tjetër. Se vetë nuk i kam të ardhurat e mia financiare, edhe ti nuk i kemi të ardhurat në një mikrofon edhe në një kamera. Po. I bëjmë në mënyrat tona, që unë s'kam nevojë ta ekspozoj. Po. Por unë kur flas aty jashtë nuk isha në takat ta nis në hiçi, por realisht më ndodhi kur pash një personazh i cili doli dhe foli për makaronat që nuk duhen konsumuar në darkë dhe më kapit e plaga ime sepse në Itali makaronat konsumohen tërë ditën. Po. Unë për shumë mund të kthehesha në shtëpinë 12 natës në një
një natës, 2 natës në një klub, edhe do konsumoj ato makaronat, pasta asciutta I themi ne, makaronat e bardha. Po. Sepse para punës më ngop, edhe e di që nëse unë jam një person që stërvitem, bëj, nuk më kushton as problem. Mund më krijoj problem në pjesën e gjumit, po, sepse më rëndon. Por unë personalisht të konsumoj ushqimin 10 minuta para gjumit, nuk më krijon as problem sepse trupi im është I tillë. Sepse kam gastrit kronik edhe unë më ka thënë doktori mos konsumo domate. Me domate unë mund të haj kile në javë s'ma si problem. Pra dhe këtu dalim kur dhe mos nuk mund ta thush. Edhe varet nga personi. s'mundesh me unis prej një personi 2-5. Edhe kështu dalim të ajo që moral ti duhet të kesh në çdo gjë që bën në jetë. Po Duhet se të jesh moralshëm. mundesh me ndiku që dikush me ndërprej ilaçet për shkak teje, mundet me pas rregullime të ushqyer. Kemi parë ta të shesin në Po, Ozempikun edhe të fol për Ozempikun edhe Munxharun në internet sikur është karamele. po e vërtet. Merre ti Munxhar. Po motra, nuk je doktor. Nuk je doktor. E para punës, efekti që ka te fytyra jote është vetëm Ozempic face, sepse trupi është shumë keq. Si Demi Moore, aki po e kanë bëu Demi Less. Prej Të Demi gjitha, Moore. Të gjitha. E të S'po kapim showbizin shqiptar, Jo, sepse showbizin po. shqiptar të delet thotë e kanë bë me stërvitje. Apo se këta tonët nuk kallzojnë. Tonët e Po, kanë kanë bë. qef, Po, po. dil edhe thuaj e kanë bë me këtë mënyrë. Keni kujdes një dy, Po. je më I nderuar. Po tash është ka bëhet me Ozempic e Munxharu se deri dje edhe hala vazhdon, nuk e di ç'është në Shqipëni, po tana trajnerët përdoren edhe steroide, për shembull, anavar, baby steroid. Po anavari tani e para punës nuk e marr vesh si kaq hapurazi ja shesën klientëve nëpër palestra. Po Kur shumë hapur është e është. palishme. Po, klembuterole. Gjithmonë them, ore, Po edhe mu do ka një herë se abden, unë e kam kështu natural looking body, për shumë naj pozit, ledhet pak tull. tulli duhet të ekzistojë. Të këshaja pak klembuterol, mu bëk shumë. Abden, që mu ka. Gjo, unë katë s'kam mandej- bërë kur në jetën time deri vetëm kur qenë bokser. Kam qenë I tharp, kam qenë 80 kg, Po, jo po. 93 si tani. Po ka shumë pasoja, qëta nuk e di qysh me vizatu, që ka shumë pasoja për shembull me u duk qysh dokësh për një, kur e kini photoshoot, ose ki me shku me garu, si kur nëse je në sportin e bodybuildingut, ose e kini, qëfar do lloj gare për shembull. Përgatitja është dikon 2 javë deri 1 javë deri në 3 ditë përpara, edhe është e tillë që ajo nuk ka jetë. Çaj 2 javë është Ujë, ke shumë gjëra që po të nuk, ai deprivohesh. nuk përkthehet në ton vitin, ajo nuk bëhet, nuk është normale ajo, se trupi jo nuk e suporton, nuk e përkrahat atë gjendje. Po këtu dalim te diku tjetër, përmendi që janë atletë, janë stërviten. Po da, Pra, pikërisht është diçka ekstreme. Unë mund të jem dakord Po. me dikë që për shembull atë ka punë. Po. Nuk jam dakord në substanca që përdor, sepse unë nuk do them kur merre, sepse e di çfarë problemesh ka. Se është si një fasadë me një pallat kalbur mbrapa. Por ai e ka punë, e di që po e bën atë gjë, e bën në mënyrë profesionale, I thu do të gjë, jo, ai e di. Plus që ka shumë nga ata që thonë unë e bëj për këtë arsye mos e bë ti. Këta Po, na po. duhen. Po, Unë e kam hallin me këta që nuk janë asgjë. Janë trajnera thjesht instruktora palestre, duan atë fast income, duan atë lekun e shpejt. Edhe ta shesin ty si zgjidhje sepse nuk janë të aftë në mënyra të dura të dobësojnë. Po s'kam faj ata qash shumë, se ata në keq që vetës në fund kam faj njerëzit që mendojnë që trajneri mirë, ose instruktori mirë, ose profesori mirë zgjedhet në bazë të qysh Trupit që duket ka. ai. Se ai duhet me pas diçka në tru. Do me thonë nuk tregon që është të bojë individualisht me trupin e vet, ai ton jetën është në trupin e vet, ai ka me di çfarë me bo me ta. Deri 1% të vogël Po, jam me dakord ty, ajo jo. pjesë. 1% shumë të vogël ama, sepse kemi parë dhe këto tani Po. që kanë dalë këto të rinj, këto woke trainers, jo woke me konceptin ç'a bëjnë në Po, jetën e pas tyre, ka dhe qase. jo ç'a bëjnë në jetën Po, e tyre vedi, seksuale, I vedi, don't care për atë, vedi. por me idenë që tjetra mund të jetë 150-160 kg, Po, e thotë unë jam trajnere. Jo, nuk je. që ato se pas na po. Nuk je. Jo, s'jam të vol për ata. Veç po flas për këta që janë shumë kanë kështu 6-pack, 8-pack, e kanë trupin Se shumë. para punës e bukur. 6-pack e 8-pack është fazë shumë gjenetike, ë? Sepse Po. unë kubat e kam, plakat. Nuk e kam ajo gjëra e vogël e skulpturuar, është Po, mandej aty është një bloating ditor, për shembull një fryrje, një s'po di ka dikush sindromin e zorës irritabile, për shembull, nuk do me thonë që ka dhjam, është I fryrë në moment. ose postura. Po, postura, mandej qysh unë që tash më me pozu në 5 mënyra që më dok
katastrofë dhe më duk që jam shumë e kam një six pack. Edhe ose nëse më zënë ma Rrotullo bën një çik foto të legenin, bo box. rrotullo pak legenin para. Flat. Po. Po, është Nuk i din këto pra. mandej puna e dritës, puna e spray tanning. Drita Po. si quhet, armiku më i mirë, jo, armiku më i keq dhe shoku jot më i mirë në foto është hija. Se armik e dritën që të bie drejt për drejt, Po, ndërsa hija është po, e normal. kap si çdo tjetër del Mm, manekin. Thjesht unë jam dakord deri diku si thash, që duhet të kenë një trup të rregullt. Por jo çdo gjithçysh. trajner, do të thonë, ti ke trajnera që janë atletike etj, ose trajnera që janë strengthening coaches. Po. Ai nuk duhet të jetë Po bodybuilder. edhe kjo nuk dihet të na, konkret nuk dihet dallimi mes llojeve të trajnerëve. Ti Për për shembull shembull, ke trajner që është për Po. bodybuilding në Shqipëri, i njëjti trajner të bën ty për postur, i njëjti të bën ty për po ku diun për functional etj. Po. Po s'mundesh. për rehabilitim, Unë për shembull, pas aksidenteve. po, unë njoh një djalë i cili është te palestra aty te lagja, te shtëpia ime dhe është shumë i mirë për persona që po vinë nga dëmtime, rehabilitim. Po. Shumë i mirë. E ka trupin perfekt. Jo, është i dobët, me dobët se ç'duhet jetë një trajner për shkakun. Fibra ka, por ai te puna vet është fantastik. Po te. Edhe nuk e marrin përsipër si trajner personal. Me thënë, edhe persona që kanë probleme, edhe sepse i thon merre kët, për vetëm arsye se pse ka trupin shumë të fyr. Mm. Pse nuk mjafton me thonë kam lexu studime ose në studim ka thonë. Se për shembull e kam pa plot njerëz që ç'a mendon ti? Dalin 50 studime, ti mund të në një ditë mund të dalin 10 studime ndryshme në 10 universitete të ndryshme. Po, këtu është që tash edhe më shumë e tregu ma thellë, këtu është problemi se studimi për studimit dallon dhe duhet me pa mas pari duhet me ditë qysh me interpretu studimin. Unë s'kom ditë me interpretu studimin deri para 4 vjetë. Unë akoma po mësoj. Po, edhe gjithashtu hala jam të mësu, edhe unë. Po tash bile e di një sens që është tepër i rëndësishëm. Duhet me pa se është meta-analizë, do me thonë, E është... para punës meta-analizë të CRM çik çfarë se Po, gjithë çaj, analizë është po. thjesht një mix është, studime të ndryshme që pastaj dalin në një mënyrë më më të thellë në një konkluzion. Por ke edhe meta-analiza, që konkluzionit është më i dobët se vetë studimet, Pikërisht. për çfarë ti besosh asaj meta-analize. Pikërisht. Mandej Të krijojnë më tepër pyetje se përgjigje. Mandej duhesh me pa ajo është bë studimin kafsh, është bën në njerëz. Nëse është bën kafsh, nuk është për shkak çështja e aspartamit. Po. Aspartami, Aspartami më bë me qesh se mos konsumo po aspartam. hala është tepër, 99%. Po ti e disa produkte kanë aspartam brenda? Ose ti e disa kanot që duhet pish që të jetë fatale edhe për sa kohë gjatë? Po, për një ti për shkak çifti jot një 14 në ditë për ditë. 36 kanot që kam unë të pijeve të gazuara në ditë. Po. Duhet piun. 36 për i kohë gjatë që të bëj ajo akumulim. Po, edhe atëherë nuk i dihet a bën akumulim. Po si një gjë nuk e di se varet se trupi jot, si mëlçia jote do e pastroj, do e Po filtroj. është vështirë njerëzve më ia thonë se ata thonë e çysh pra dolët ju dy tash këto, më na kallzu neve për këtë çështje. E janë 200.000 portale në botë që janë të shkruajt me titoj aspartami E di si kundërvem unë? Hajde Sepse çysh. unë i them, Kallzom sa më dhe mua. unë edhe e kam shumë theksuar këtë pjesë, unë nga kjo gjë nuk fitoj as i cent. E bëj, ekspozoj fytyrën time, madje kundra njerëzve që nëse pas nesër masë do nduhem vën kundra, Po. me zero fitim personal. Pra, thjesht flas faktin siç është, e mbyll, shkoj te shtëpia ime dhe familja ime. Nuk lodhem shumë. Prandaj, por ke edhe një kundërpërgjigje më të madhe. Ti Hajde. nuk duhet të marrësh një studim, edhe të thush, ky studimi, okay, sa është përqindja e saktësisë së këtij Po. studimit. Po. Merr 20, 30, 50, nëse do vërtet të mësosh, merr 50 studime që kanë dalë në vite të ndryshme. Mhm. Si kreatina që ka qenë vitin 90 për shkak që studio deri tani. Po. E çdo 3 muaj, 4, 6, 10 del një gjë e re. Mhm. Ti merr gjithë ato studimet, vendosi para edhe ka pjesët thelbësore, edhe shiko ku përputhen e ku nuk përputhen. Edhe fillosh matematik në thonjë, është logjike thjesht. Nëse në 100 gjëra që janë thënë, 98, 90, 85 janë të sakta, ai është një studim pozitiv. Po.
Sepse tani ti nuk mund të thosh një studim të mirë është me 30% saktësi, ai duhet studiuar dhe analizuar më tepër. Kjo është pak e vështirë me kërku prej gjeneratës, prej popullatës gjërë. Është pak vështirë me kërku për shembull me thonë që lexo ti këtë studim. Po, duhet më shku edhe më thjesht. Për shembull, për shembull, nuk ka sene që s'janë aprovu, nuk ka sene që janë aprovu e janë të dëmshme për neve. Nuk mujme najtë të thonë tash ti na qëre se më parfem sot e pashnja. Ishtë dalë një kirurge, për shembull, që unë si vëfaj njerëzve që thojnë, aden bja nisin me besu që ato, se është një kirurge të bo një video, tash ajo është bo influencere, dhe thot, mëse qitë parfemin në qafë, se në qafë është lëkura ma holla dhe gjaku shumë shpejt i absorbon këto kimikatet që i ka parfemi. Ta hedhëm flok. Po. Ta hedhëm flok është më mirë, sepse sipas atyre, parfumi në flok mbetet më gjatë. Më thonë edhe kjo ka çështje. Tani. Po. Jo, po mënaj. Këto janë pretendime të mëdha. Po jo, po ti s'mundesh me përmend kimikatet, se kimikate ka gjithka. Kimikatet, nëse është aprovu që ajo, që është është e sigurt me u përdorë në njerëz. Pre aspartamit e deri te kimikatet në parfem, është okej. Po një gjë të vogël të them. Po. Ajri, po everywhere po e them këtë gjë. Por ajri që thithim për ditë. Është kancerogjen po jo? Po është po jo? Sepse Tirana mundësisht është qyteti më i ndotur në Europë dhe nuk e di sa afër i vje Prishtina. Pra po flasim për dy vende, nuk po flasim që je tani në Malmo në Suedi dhe je mes pastërtisë aty dhe del dhe të mushe mushkrit me oksigjen. Këtu të mushe mushkrit me katran. Po heq bre mos shko te ajri është mas spari një herë. Fakti që na vetë shkatrohemi për menimeve tona për ditë. Po sepse fillon me frikën pra, të fusin frikën për të shitur atë që do, sepse ajo të thot tani. Bla 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 bla, frik, kush është zgjidhja? Ose kjo që do shes kjo, ose klinika saj që bën diçka ndryshe, ti thua, "Okej, kjo më frikson mu, por ç'a bën klinika saj, është të gjë e pastër." Gjërat që të futa janë në trup, janë më të dëmshme apo më pak të dëmshme se po në përgjithësi është bo kult, edhe kjo çështja e këtyre që po e shtin frikën te po janë bo grup, njerëzit që janë bo shumë e thonë naturalista, jone nuk i përdori këto se kjo kemikat, ajo kemikat, në anën tjetër, që kjo veç kjo frika, edhe veç kjo obsesionimi me krejto sene, përveç gjërave tjera që neve na shkon të njëta tu i zgjidh, traumat tona, dhimbtat tona, senet ka njerëz që nuk i flasin gjërat me tjerë, për shembull i mbajnë në vete, emocionet akumulume, krejt këto, fakti që s'flajnë mirë njerëzit, domethënë. Që neglizhojnë komplet, po. Po, që janë të vetmuar, që nuk ushtrojnë fare, kjo nuk përmendet hiç që tash na po merrem me a ka kemikat ky ushqim, a ka kemikat ky parfem, edhe këto. Për çfarë po them që duhet me shku mbrapa, hiç mos ti nuk është puna njerëzit me lexu studimet, është puna veç me pas ma shumë besim edhe mos më konë ka shtë friksume dhe të humbun në një mëri informatash ku njerëzit janë të mundu një gjë shumë të vogël me bu shumë të rëndësishme kur nuk është, sepse ajo ka ecë, na sot jemi këto, kemi evolu, kemi zbulu gjëra, kemi studiu gjëra sot, i përdorim, jemi safe, po mas shumë të na jena keqja vetës e dëmtojmë vetën duke mos u kujdes me këto gjërat bazë. Dhe me thonë, nashta unë isha brengos për qatë kemikat në shampan ose në një produkt që e përdori për pastrim, pasi që ti kryj krejt këto që unë e flej gjdo natë 7-8 orë, e pasi që unë e t'jam investoj në lumëturit për ditëshme, e t'i regulloj emocionet e mija, e të ushtrohem, e të bëj palestër kështu me të ushtroj për strength training, për forcë, e të bëj cardio, e të kam lidhje të shëndeshme me njerëz, po e të knaqë me njetë, kur ti kryj krejt të 10 gjërat bazë, e mere mandin ndoshta me kemikatët, po e para që e shkakton kanceret e palumturin e frikën e krejt këto, është obsesionimi me gjërat të cilat janë bira fundit e kavallit, edhe mos shpërfillja e qytyne bazave për të cilat na flasim vazhdimisht. Përveç se e 100% dakord, e 100% saktë jam 100% dakord me ty, do shtoj vetëm një gjë shumë të vogël. Kur të sulmojnë kaq shumë veta te frika, gjithmonë zgjidhja që të japin 100 veta është shpëtimtare për ty. Prandaj ndodhe ky fenomeni tani, që është fenomeni është psikologjia e masës në fund ditës. Do thënë ku shumë veta bindem për diçka,
do ndjekin diçka që jepet si zgjidhje. Mm. Pse e them këtë? Po del kjo historia tani, më mirë mos konsumo brioche në mëngjes, më mirë i pa bukë. Është thënë kënë televizorin shqiptar, i njëjti person që është i njëjti që thash parë. Ky që përdori këtë, fjali quhet e quhen vetëm nutricionist, që është detox. Ai ky është detox, thot para se të ushqesh, pikë të detoksin. Po. No comment. Nëse. Edhe ky merr tani kishte dalë në televizor me një brioche. Që futemi tek frika. Merr brioche para po flasim te RTS-ja, që është kanal shtetëror. Jo në kanal kështu i vogël, kanal serioz. E merr atë brioche dhe e bën top. Thot këtë hidhen plera, më mirë mos e konsumon në mëngjes. Ri pa bukë. Edhe un po mendoja që nuk jam nutricionist, ai është shpall vetëm nutricionist. E diti sa veta për atë brioshin, do luteshin të ushqeshim, të s'kam bukë më ngrënë. Pavarësisht që është font i mirë ushqimi apo jo, sepse edhe ky labeling i mirë i keq për mua është gabim. Po është të mërshme moralizimi i ushqimit. Është ushqim. Pra, si mund të bësh një gjest të tillë, e të jesh mirë me veten tënde, futemi te morali që tham shpar. Pra ti je person që pa moral, njëkohësisht ti flet për fakte shkencore dhe e hedh po çdo gjë me një gjest edhe me një produkt që ti shet që s'ka pikë vlere. Po mëre, po kjo vetëm ta përfundoj sepse e kam shumë bezdi këtë gjë dhe këtë personin aktualisht, sepse çka ka bë ky? Përveç se më ka bë blok mu, gruan time, futet në çdo fush të nutricionizmit edhe flet. O vlla, si mund të dish ti çdo gjë, por çdo gjë? Mund të kesh informacion, por si mund të dish ti çdo gjë edhe për kafen, edhe për stërvitjen, edhe për njërin, edhe për vete dukesh keq. Nëse flasim në aspektin e bullizimit, se ai bullizon një masë të tërë njerëzish duke i thënë ti ushqesh keq, mos bë këtë, mos bë atë. Atëherë më lejo dhe unë të them, ke nevojë për gjumë. Sepse realisht ke nevojë për gjumë. Ke nevojë të hidratohesh se i ke buzë të thara, etj. Pra, shi veten, pastaj fol për të tjerë dhe çfarë duhet bëjnë të tjerë në jetën e tyre. Nëse dalim kaq arrogant. Po. Do edhe tani normalisht kur ti frikson, tjetrin dalim aty ku thash, gjithmonë tjetri do mendoj, zgjidhja që më jep ky është më e mira. Po. Ti mund të japësh 90 informacione të sakta, por ato 10 që jep pa sakta janë më të këqija se ato 90 sakta që jep. Shumë se ti rrezon poshtë ato, po tregojnë që je kopjus. Sepse që burimi i dijes nuk vjen prej teje, po prej do i ke kopju dhe mandej do tjera i ke kopju gabim. Po ky trendi këtu në gjërave ka ardhur edhe prej jashtë, edhe jashtë kanë këtë problem, për shembull është ai medical medium që e pash një reel, ai ka miliona views, miliona followers, për mi 20 milion. Edhe ka shumë libra që ka shkrujt, se tash të na është kjo, kjo ka shkrujt libra. Po. Edhe e ka një reel, e bën një smoothie ai me celer. Edhe thot, ky smoothie ndërpren invaliditetin. Do me thonë. Crazy. Ose ajo glucose goddess për shembull, ato, do me thonë. Të mërshme, njerëzit vdesin. Ma kanë çu dhe mua atë shumë. Po. Adin asnjë. Po, këta janë shumë aktorë të mirë, edhe kanë manipuluar me çdo që po thojmë edhe na, lakmin edhe frikën. Sepse kanë dhe bazë marketingu, nëse ti ta shesësh mirë gjën, ajo do bledh. Sepse ky fenomen nuk ka filluar tani, ka vite. Unë në Itali për shkakun që është një treg shumë i madh, kemi disa disinformuesa në masë që kanë shumë mirë ndjek, është njëri që ka 1.8 milion, por kemi edhe disa aq të aftë. Thjesht në Shqipëri është bërë gjasme e ligjit që ty të mbron të drejtën e imazhit. Meta të lejon të bësh çfarë dush më me që ti ke remix. Dalim hapur. Azi thjesht unë e bëj sepse kam zgjedh personin. Kështu personalisht mos ta bëj. Ti e bën edhe bravo qoftë. Sepse duhet merren vesh më në fund kush janë këta që flasin gabime. Veç njerëzit duhet me kuptu që është për të mirën e tëne, sepse janë të ra prej. Ti nuk po del aty me i thënë tjetrit, unë po flas kundër jo, unë po të mësoj edhe ty më vlla. Edhe ty që po flet gabim, po të mësoj në këtë moment. Po të mësoj me mendu vetë, s'po të kallëzoj unë çush ti me mendu. Plus, jo që unë di më mirë se ty. Unë mund të di disa gjëra më mirë se ty, por unë po mësoj akoma, unë kur s'kam pranuar që ti të gjitha. Mos kam gabuar edhe po gaboj dhe do gaboj, sepse jeta të mëson. Por pranoj gabimin. Nuk dal aty jashtë dhe them muskuli ka përbërje dhjamore. Edhe kur unë pastaj flas hapur azin internet, ti më bën kallëzim në polici. Sepse tu prish imazhin, po ti imazhin e prish sa herë që del dhe flet. Realisht. Apo jo.
Shumë e vërtetë. Duhet të kesh edhe ti një vet filtrim të gjërave që thu dhe mendon se di. Në Greqi është një thënie shumë interesante. Se unë jam rritur në Greqi, kam jetuar 16 vjet. Imi mathia, ini hiroteri tisa mathias. Që do me thënë, gjysdia është më e keqe se ignoranca. Se mos dia. Shumë e mirë. Nëse ti di pak gjëra dhe mendon sikur i di të gjitha, më mirë thuaj që s'di asgjë. Shumë e mirë. Edhe unë flas sigur për gjërat që di. Po më pyete për gjithçka që s'di, si ca kanale çuditshme që janë përpjekur të më kapin kështu si peshk. Nuk di, pyes me nutricionist të thotë ai. Pse unë të futem vetë me turtën mia në Po, ngrop. kështu për me përmbyll, unë e kisha thonë që qëllimi jonë faktikisht nuk është asnjëherë me tregu njerëzve çka me mendu, po me ndihmu me mendu ata vetë që me gjetë me dallu të saktën prej pasaktës në një mëri problemesh, por edhe miliona informatash prej gjithkujt. Kështu që shpresoj që sot kanë ndihmu sa dhe pak me çata. Shpresoj edhe unë. Ti më ndihmon mu. Edhe ti Personalisht jam okay. Edhe ti më ndihmon mu. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit. Faleminderit që na shikut, shihemi në episodin e radhës.